Është më e rëndësishëm futbolli amerikan apo ky që jena mësuar më parë? The amount of moves right here makes the first guy miss. The spin move at the last second. And then... Si bërë nervoz, se veç do është ta me ta mot pulsin e I vetmi sen I rëndësishëm për I futbollit amerikan për një evropian është halftime show. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Super Bowl këtë sezon e ka edicionin e 60 dhe Taylor Swift nuk ka me përformu. Edhe pse është aludu shumë që ajo ka me përformu, por që shumë lajme na tregojnë se ajo ka refuzuar në momentin e fundit. Apple Music, NFL dhe Rock Nation kanë konfirmuar që artisti Bad Bunny ka me qenë përformuesi I shfaqjes me 8 shkurt në Santa Clara. Kjo ngjarje është në një moment madh për muzikën latinoamerikane në SBA, ku ai do të jetë artisti I 5 që përformon pas Jennifer Lopezit, Shakira, Carlos Santana, edhe Enrique Iglesias. Super Bowl mbetet programi më I shikuar në SBA, duke I tërhequr mbi 130 milion shikues në shfaqjen e sezonit kalum, ku ka performuar Kendrick Lamar. Kur jemi tek Bad Bunny, koncertet e tij kanë qenë një sukses I jashtëzakonshëm, duke thyer rekorde dhe duke dëshmuar popularitetin e tij të madh global, sidomos me World's Hottest Tour vitin 2022. E gjithashtu turneu I vitit 2025, I cili ndikoi në rritjen e ekonomisë së Puerto Ricos. E për me kuptuar se për një mes sa I madh është Bad Bunny, turneu I tij pasues Debbie Tira Armas Photos World Tour I ka shit mbi 2.6 milion bileta, duke forcuar edhe më shumë statusin e tij si një nga artistat më të suksesshëm performancave live në histori. E tu e di që është një ndër organizimet më të mëdha sportive, bashkë po du me ditë se teja e këshyr. Let me know në komente, e deri atëherë bane follow Urban FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.